Pa e lëviz timonin për 2 orë, kjo është rruga më e drejtë në botë. Në një botë ku rrugët përshkrojnë mijëra kilometra me kthesa të forta e zbritje të rrezikshme, ekziston një segment autostrade ku drejtuesit e mjeteve udhtojnë për orë të tëra pa lëvizur timonin majtas apo djathtas. Bëhet fjalë për Highway 10 në Arabinë Saudite, rruga më e drejtë në botë që mban rekordin e Guinnessit. Edhe pse autostrada ka një gjatësi totale prej 1480 km, rekordin e vendos pjesa e saj e drejtë, një segment prej 240 km pa asnjë kthes ose pjerësi të dukshme. Ky segment lidh zonën e Harav me Highway North the Pass, duke kaluar përmes shkretëtirës saudite dhe duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të Australisë, ku autostrada Erie ka një segment të drejtë prej 146 km. Highway 10 u ndërtua fillimisht si rrugë private për mbretin Fahd dhe sot konsiderohet një prej trasave më të pazakonta dhe monotone për drejtuesit e automjeteve. Udhëtimi në këtë pjesë të autostradës zgjat rreth 2 orë pa e lëvizur timonin, pra vetëm drejt. A kishit pas qef me provu këtë autostradë, edhe a thu kishit bo 2 orë a pak ma shpejt?